Raporti mes Dojna Memës dhe Kiara Titus vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Pasi ishte vetë Dojna ajo që zbuloi se Kiara kishte hequr nga lista e ndjekësve në Instagram. Moderatorja publikoi një bisedë me motrën e saj ku shpjegonte se Kiara kishte fshirë para nga miq në vitin 2023. Pas kësaj nuk ka vonuar dhe reagimin bashkëshortit të Kiarës, Luiz Ellit. Ai zgjodhi një mënyrë ironike për të dhënë përgjigjen e tij, teksa krijoi një bisedë me inteligjencën artificiale duke diskutuar për sportin në një datë të vendosur më parë, në datën 20 gusht. Mua kur më pyesin direkt jashtë kamerave, kam kohë për të përgjigjur drejt për drejt sepse ndihem rehat dhe nuk merrem me sajesa që i besojnë vetë. Thënë kjo, tema është e paparë dhe kam shumë interes të nxjerr dhe më shumë se kaq publikisht. Natën e mirë. Ishte shkrimi që publikoi me ironi Luiz Ellit, ku në mesazh shkruhej: "O zemër, di si do të ndahet ndeshja Serbi-Shqipëri? Mane do të bëj gol në pjesën e parë dhe ashtu mbaron. Ja mbaje mend." Ishte kjo ironia që zgjodhi Luiz Ellit, dhe ky veprim i tij është interpretuar nga ndjekësit si një goditje indirekte ndaj Dojnës, duke ndezur dhe më shumë diskutime në rrjetet sociale. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.